Mirëmbrëma zonë e zotërin, jemi këtu në emisionin Qëndrim nga unë Teddy Mena në ACTV USA për të folur për një temë tepër nxehtë të aktualitetit shqiptar ose më saktë mbarkombëtar, protestën e studentëve në Ilirid, sepse kam dëshirë ta quaj Ilirid ashtu siç i ka hije vendit. Për këtë protestë e cila është duke u përhapur sa më shumë në çdo vend të botës, ku ka shqiptar, do të kem sot të ftuar një person shumë interesant, një adetar, profesorin Gjek Gjelaj, cilin e falenderoj 1000 herë që ka ardhur në studion e ACTV-s për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, qoftë për këtë komunitet dhe për çdo person që na dëgjon nga çdo vend i botës. Të falenderoj që ke pranuar ftesën dhe para se ta nis këtë temë, do doja vetëm t'i thoja njerëzve diçka shumë të shkurtër. Duhet të kuptojmë dhe pastaj mund ta diskutojmë këtë që unë do të them. Duhet të kuptojmë diçka. Çështja e gjuhës shqipe nuk është thjesht se po na marrin gjuhën. Duhet pyesim veten çfarë është gjuha shqipe. Dhe unë gjuhën shqipe në atë gadishull ilirik do ta quaja si armë bërthamore. E di pse? E para do ta quaja si armë, sepse gjuha shqipe, nëse zbërthehet në mënyrë të saktë, rrëzon gjuhët e tjera. Pra është goditje për identitetet e tjera. Dhe pse e quaj bërthamore? Se është e pakontrollueshme. Për arsye se ti nuk sulmon vetëm Maqedoninë, por bie identiteti grek, bie identiteti serb, bie identiteti malezes, identiteti maqedonas, që nuk e dim çfarë është identiteti maqedonas, është shtet i krijuar nga bashkim popujsh, po nëse. Dhe prandaj e quaj si armë bërthamore. Tani këta duan të na neutralizojmë armën bërthamore ne. Është pak a shumë e ngjashme si situata e gjeopolitikës. Duan të na neutralizojmë armën bërthamore, por nuk e kuptojnë që duke neutralizuar armën bërthamore, mund të nxisin që ne ta përdorim këtë armë bërthamore. Ashtu siç ne po bëjmë sot, po çohemi, siç janë këta studentu që njerëzit i shohin nëpërmjet kamerave, me flamujt kuqezi, jo me flamujt maqedonisë, jo me flamujt malizi, jo me flamujt Kosovës, me flamujt kombëtar dhe me flamujt të Shqipërisë etnike, dhe me simbolet tona kombëtare që na bashkojnë nga nishin në përvez, dhe po çohemi për të mbrojtur këtë gjuhë, këtë armë, të cilën në fund ditës e kemi tonën. E kemi pasur tonën, e kemi tonën dhe po u tregojmë këtyre që do vazhdojmë ta kemi tonën. Sepse boll na kanë bërë dëme, boll na kanë marrë gjëra, gjuhën nuk mund ta i marrin dot. Kaq kisha për të thënë, të falenderoj që ka ardhur në studion e ACTV-s dhe falenderoj të gjithë ata që po na ndjekin. Si mund ta nisim me një thirrje të bukur këtë? Mas pari dëshoj të falenderoj personalisht juve si adhetar dhe fuqi e jashtëzakonshme e shpirtit rinor të komunitetit shqiptar në Michigan edhe në diasporën mbar të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shpresa është në juve, në shokët, kolegët sikur jeni ju, studius, njerëz të lanun mbas kombit gjuhës dhe traditave shqiptare. Ju nuk pranoni që të shkriheni në sallatën amerikane. Ju uroj sukses dhe ju dëshoj çdo të mirë në atë qëllim shajt dhe t'jeni të bindun se nuk do të penoheni. Pra të arsye se sikurse edhe theksuat edhe ju vetë, gjuha është shpirti i një kombit. Përpas gjuhë nuk ka komb. Gjuha është historia e një kombit. Gjuha është tradita e një kombit. Gjuha është heroizma e një kombit. Gjuha është shprehja e një kombit. Gjuha është arti e një kombit. Gjuha është fuqia e një kombit. Për të arsye, jam shumë i shqetësuar kur i kam përcjell dhe i përcjell me shumë vëmendje ndodhjet që po ndodhin në Shkup, në Maqedoni, por edhe në vise tjera ku janë shqiptar të okupuar, kuptohet në Maltëzi dhe në Serbi apo në Çamëri, nuk është vetëm se qeveria e Maqedonisë, në mendimin tim, me gjithë respekt popullit maqedon, po është një qeveri shoviniste, është një qeveri, kisha me thonë, semaj diktatoriale, ata nuk prenojnë, as nuk do të prenojnë për pa fuqinë e rinisë shqiptare me bon rëshime substanciale, as konstitucionale, as ligjore, as shoqërore në shtetin e tyre, ata i tutën fragmentit apo popullatës shqiptare. Kjo nuk ka vetëm çështja a kanë të drejtë studentë shqiptar në Universitetin e Shkupit të japin provimet në Fakultetin e Jurisprudencës në gjuhën anëtare. Kjo është një drejtë e garantuar për ligjit maqedon. Do të thonë parlamenti ose kushtetuta maqedone
e ka miratua këtë të drejt, është e miratua për atë arsye se ata janë në aspirim për të hyrë në Bashkimin Evropian, zbashkut me Shqipërinë, domethënë zbashkut me popullin autokton të vendit të tyre, që ata dinë, por ata në mendimin tim këtë e bajnë me qëllim. E bajnë me qëllim për atë arsye se tutën. Nuk e di, a thua, jam, domethënë, në të drejtë, por e përdoroj atë fjalë, amerikanët i thonë fear, kanë tutje prej segmentit shqiptar për të arsye se janë të fuqishëm. Absolutisht. Edhe nëse studentët shqiptar nuk ndalohen, edhe kuptohet prej si po shohin edhe në background këtu, kjo gjuhë ka dëshmor pas vetes, kjo gjuhë ka histori pas vetes, kjo gjuhë ka popullin pas vetes, kjo gjuhë ka historinë pas vetes, pra qëllimi i qeverisë maqedonase për me ndalu gjuhën shqipe, për me mohu gjuhën shqipe, është thyemja flagrante e ligjit ndërkombëtar, por edhe e ligjit kushtetues të qeverisë maqedonase, kuptohet edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare shqiptaro-maqedonse. Absolutisht, është e vërtet për ta ritheksuar që jemi një komunitet në Maqedoni shtet formues. Pra, ai shtet nuk qëndron pa këtë komunitet. Se ky komunitet është një përbërje shumë e lartë. Nuk flasim për përqindje të vogla. Dhe duke qenë një përbërje kaq e lartë, e më tepër në qytete kaq të rëndësishme, ta nuk bëjmë dot pa këtë komunitet. Dhe ata menduan ta provonin nëse do reagojnë këta apo jo. Pra, a ka ardhur koha që ne t'i shtypim këta? Ta provojmë, thonë. Po. Ata do ta provojnë sërish. Derisa të vi koha që kur të na bëjnë diçka ne mos reagojmë, do thonë vetëm e tyre, po, pas ka ardhur koha që shqiptarët që kanë dëgjuar t'i shtypim. Shqiptarët sërish e treguan që nuk ka ardhur koha që ne të shtypemi. Mira vjet e kemi treguar, po vazhdojmë po e tregojmë. Një referencë nga libri Princ i Machiavellit, që thotë që një konflikt i vogël i shmangur sot sjell një luftë të madhe nesër. Tani kjo është shumë e vërtet për këtë çështje. Ne mbase sot disa shqiptarë të Shqipërisë ose të Kosovës, po edhe shqiptarë në Maqedoni, të cilët nuk dolën për protesta, se ka nga ata që nuk dolën, kanë menduar veten e tyre se një provim është, ose se është diçka e vogël dhe kemi punën tona. Duhet mos ta mendojnë këtë gjë. Për një arsye, ja u them gjithë njerëzve që na ndjekin, po dhe t'ja u thonte miqve tyre. Është pikërisht kjo shprehje, se ky konflikti i vogël sot, që sot mund të jetë i vogël, nëse nuk përballet, nëse ne nuk dalim të përballemi me këtë konflikt, do jemi të detyruar të nesërmen do jemi luftë shumë më të madhe, të detyruar pastaj. Sepse në ata na i marrin gjërat pak a pak, do kuptojmë një ditë bukur që na i kanë hequr gjithë tullat e kalas. Dhe do vinë, do na sulmojnë në kuptimin simbolik. Dhe kur të vinë duke na sulmuar, do kuptojmë se kemi më mure, do detyrohemi të luftojmë pa mure. Dhe pastaj kur të luftojmë pa mure, nuk do luftojmë vetëm këta trimat që dolën atë ditë. Do luftojmë edhe ata që ndenjën brenda nëpër shtëpia. Do thonë ç'na gjeti, si u bë kjo punë kaq keq. Është pak a shumë se si kanë rënë komunitete, pak a shumë si janë asimiluar komunitetet, si kanë rënë shtete dhe kombe gjatë historisë. Në këtë mënyrë është ajo toleranca, që hëse është keq, po nuk është dhe aq keq. Pra ta shmangim të konfliktin sot. Por Machiavelli që ka thënë në atë kohë, dhe të drejtë ka, që ky konflikt i shmangur sot mund të sjellë një luftë madhe nesër. Ndajoni bërthirrje gjithë shqiptarëve që të bashkohen kësaj, sepse nuk është për të mirën e shqiptarëve vetëm në Maqedoni. Se ata nuk po mbrojnë një interes specifik të tyre, ata do të çoheshin për rrugët, në Tetov, në Shkup, tjetër gjë. Është interesi i tyre specifik. Ata po çohen për gjuhën, që ne e kemi të përbashkët. Dhe gjuha shqipe duhet mbrojtur nga çdo kërcenim. Nga çdo kërcenim. Dhe sigurisht ata që luftojnë për gjuhën nuk luftojnë vetëm për veten e tyre, luftojnë edhe për ne. Se pora e gjuha në Maqedoni goditet çdo shtet shqiptar, pra edhe Shqipëria dhe Kosova. Se në fund ditës janë të njëjtat lobime që nuk na i duan të mirën. Janë të njëjtat lobime që nuk i duan të mirën asnjë shteti që përfaqëson këtë identitet, përsa kohë që shtetet tona mbeten shqiptare. Dhe ne ato duam. Tani unë do ju anis me një pyetje juve. Si për sa të rëndësishme ju e cekët pak, po duhet ndalemi pak sa të rëndësishme e shikoni ose si e shikoni drejtimin e kësaj proteste në të ardhmen. Pa ju thatë që studentët nuk duhet ndalen këtu, thatë. Pa nuk duhet ndalen edhe mbasi ta fitojnë këtë çështjen e provimit. Duhet vazhdojnë. Si e gjykojmë
këtë vazhdimsinë. Pra çfarë ne presim nga studentët për të vazhduar? Pra për të vazhduar për çfarë? Faleminderit për pyetja, shumë e rëndësi. Unë po të kisha mundësi mu kthy mrapa në histori, mu bë 27 vjeçar, kisha me marr biletën e aeroplanit nesër dhe kisha mundësi me shkua në Tiranë, në sheshin e Gjergj Kastriotit, me flamur amerikanë shqiptar dhe me një kortej bashk adhëtar dhe patriotëve shqiptar me fillua një ultim kam me shkua deri në Shkup. Për atë arsye se unë mendoj dhe jam i bindun, jam i frymzuar edhe nga lehuta e malësisë të atë Gjergjfishtës që përpara gjuhë nuk ka komb. Jam edhe i bindur gjithashtu se po e përsëris shteti Maqedonas e ka qëllimin e qartë. Ata janë të indoktrinum nga vëllezërit e tyre artificial serbët që nëse keni sukses të ndaloni përdorimin e gjuhës dhe të nënvlerësoni gjuhën e kombit shqiptar, sidomos të rivet, atëherë gjysmë lufta është e fituar. Kjo është qëllimi i tyre. Mirë po, unë në të mendimin tim jam edhe i bindun plotësisht se kjo iniciativë, kjo ngjarje jashtëzakonshme nuk ka kthim mrapa, nuk mund të dështoj, nuk mund të zbrapet dhe me siguri të rinjtë e treja shqiptare si në Tiranë, ashtu në Prishtinë, ashtu në Shkup apo në qytetet e tjera të Maqedonisë, shpresoj se edhe në Tuzë, domethënë vendlindjen time e Nulqin, edhe u baj thirrje, unë personalisht u baj thirrje studentëve shqiptar të Malësisë Madhe kudo që gjenden që të bashkangjiten, ta përkrahin këtë iniciativë, mos të tutën, mos të kenë frikë nga opozita politike, për atë arsye se rinia nuk shikon për karriga, rinia shikon për ideale, rinia beson në flamur, beson në gjuhë, beson në komb, beson në vlera morale, beson në vlerat etnike të popullit shqiptar, dhe për atë arsye ata janë gati me dhënë jetën. Pra unë mendoj që Maqedonia ka bërë një gabim të madh, e ka lanë fjallën, e ka në kushtetut, e ka në hëngër fjallën, janë rënë në cak, janë trautar, jo kanë mohu të drejtën advokatëve dhe gjykatësve të arshëm të gjeneratës tonë në Maqedoninë, ku janë 25 dhe 29% popullatës Maqedone janë shqiptar. Ku mundesh në çfarë mënyre ose në çfarë baze ligjore kombëtare apo internacionale mundesh ta ja mohosh qenë më shajtë. Domethënë përdorimin e gjuhës jo vetëm në fakultetin juridik apo në fakultetin e mjekësisë, po në gjitha aspektet e jetës shoqërore në shtetin e Maqedonisë. Pra, përgjegjja drejt përgjigjet kishte më kanë jam optimist, besoj se do ta fitojnë, një edhe për gjithmonë, dhe qeveria Maqedone, thonë Amerikan, is going to regret it. Ja u ka bërë një mënyrë të pabes, sepse këta student po e bëjnë, pra e kanë bërë shkollën në Shqip. Dhe tani ja u bëjnë prodhimin final në gjuhën e tyre të dytë. Tani është si të na marrësh ne në Shqipëri, që gjuhë të dytë mësojmë anglisht ose frëngjisht dhe gjermanisht varet nga shkolla se ku jemi, dhe të themi shiko, ti testin do ta bësh në frëngjisht në fund vitit. Po pse? Po kështu ka vendosur shteti. Kjo është e padrejtë. Kur ai pse ai ka lënë shkollën në Shqip ti për t'ia bërë testin në fund maqedonisht? Pra është. Dhe unë e shoh dhe nga një pikpamje diplomatike këtë. Është pikërisht lënda që ka një vlerë diplomatike nga sinjali që ata na kanë dhënë. Ç'a dua të them? Ju thatë avokatët dhe gjykatësit. Pra duan të marrin gjuhën shqipe tek profesionet që mbrojnë të drejtat. Avokati ty të mbron të drejtat. Dhe të nesërmen këta ç'a duan të bëjnë? Duan që avokati në maqedonisht të mbrojë të drejtat e gjuhës shqipe. Pra të humbasin komplet vlerën e gjës. Ti të shkos dhe të mbrohesh në maqedonisht. Ti të ajo gjua më parimore për ty, se me ato gjuhë mbrohesh në gjykat. Po e vure në gjykat, e ke vënë gjithandej. Se
e ke vënë në një nga pushtetet. Tani në pushtet ekzekutiv në parlament tjetër gjë. Në pushtet në çfarë pushteti duhet ta vësh që t'ja u presësh njerëzve? Te gjyqësori do vësh. Pra po e vure te gjyqësori, ja u ke vënë të gjitha institucioneve tjera. Automatikisht. E vërtet. Pikërisht kanë kapur pikërisht këtë provim, pikërisht kjo gjë. Ka dhe sinjalin diplomatik, pra mbroheni shqipen ju në maqedonisht, që me fjalë tjera është edhe pak edhe duhet hapni krahun, dhe për t'ja infektuar, për ta shpërndarë këtë lloj strategjie nacionaliste maqedonse gjithë popullatës shqiptare, sepse pa futur te sistemi gjyqësor. Dhe unë e shoh në këtë lloj aspekt. Tani një pyetje shumë ose nuk është pyetje, është po hedh diçka. Lutem. Po mirë ata, se ja, plot këta. Po ne, këtej në Amerikë, ç'u bëjmë? Shoqatat, organizatat, grupet, studentët, institucionet fetare, çka kam harruar, fondacione, çfarë kemi? Çdo gjë që kemi që është jo fitimprurse dhe që ka një qëllim edhe adetar. Pra qoftë plot adetar, qoftë pjesëshëm, siç kanë institucionet fetare. Ne çfarë po bëjmë? Se unë deri tani me njohuritë që kam, mbase më ka shpëtuar ndonjë gjë. Po deri tani kam parë vetëm reagime në rrjetet sociale. Pra story, postime, që nuk e di sa e kanë vlerën, domethënë, se në fund ditës gjërat kanë vlera relative. Kur ata bëjnë protesta me mbi 10.000 veta dhe i shpërngulin protestat duan të shpërngulin në 3 shtete, dhe ne hedhim një story. Si e shikoni reagimin e komunitetit ton? Është akoma nuk na ka mbaruar testi. Jemi akoma duke u testuar, mbase mund të reagojmë. Po deri më sot flasim. Unë mendoj që bazuar në realitet, mendoj që komuniteti shqiptar ose diaspora shqiptare jo vetëm në Michigan, por në krejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe në botën e lirë do të reagojë patjetër si e fituan, si e ndaluan përkohësisht, se ajo mund ndaluar, nuk do ndalohet përgjithmonë, për atë arsye se si thom atje në Malsi, kur cemi niset me shku të poshtë, nuk ka gjë që e ndalon deri të shkojnë në liçenin e Shkodrës. Pra treni për të arritur në stacionin e përdorimit të gjuhës shqipe në të gjitha sferat e jetës shoqërore, politike, intelektuale e juridike në Maqedoni është nis. Nuk ndalohet dhe nuk do të ndalojë. Mirëpo ai tren, ajo fuqi dërmuese e rinisë maqedonase, shqiptare kërkoj falje, në Maqedoni, në Tiranë, në Prishtinë, në Tuz, në Ulqin, kudo që janë shqiptarët, ajo fuqi don patjetër përkrahjen tonë. E kemi përkrah luftën e Kosovës, e kemi përkrah pavarësinë ose si më thon autonominë e komunës së Tuzit, e përkrahim çdo iniciativë që e bën identitetin ton kombëtar më të sigurt në botën e brendshme dhe të jashtme ku janë troje shqiptare. Unë kisha me bën apel, sikur edukator për 40 vjet, që të sensibilizohet kjo çështje, sidomos ju, studentët e ri, koha ime ka kalu për studime, por mund të jap këshilla, duhet patjetër të organizohet në mënyrë ligjore, në mënyrë demokratike, në mënyrë, kisha me thonë, shpirtin amerikan, jo me protestua për me urrejt dikan, por me protestua për të kërkuar të drejtën tonë për përdorimin e gjuhës. Pra, mendoj që të gjitha shoqatat kulturo-shoqërore adhetare këtu në shtetin e Michiganit kishte me vije me i bashkua fuqitë e veta dhe me bën një mbledhje, një kongregacion për çështjen e mbrojtjes të gjuhës shqipe në Maqedoni dhe në troje tjera. Nuk kishte me kënë keq edhe me dalë para konzulatet të Maqedonisë në Southfield, apo në Chicago, apo në New York, për me sensibilizua, si më thonë, Amerikanët, se kjo do të internacionalizohet, kjo çështje, se për pa presion Maqedonës, ose si thash në fillim, ata janë 95% shovinist, kuptoj qeveria, jo populli Maqedon, ata nuk e duan shqiptarin, e kanë përdhun, u ka me sikur halja peshkut në fët,
dhe nuk mund pa shqiptar. 30% populacia shumë. Nuk mundën. Po, pra unë mendoj, përgjigja drejt për drejt, mendoj që na si diasporë duhet të bëjmë diçka së bashku me institucionet fetare, kuptohet me kish katolike, me xhamin, me teqen dhe me çdo tjetër që don gjuhën shqipe, po them kjartas edhe haptas. Vetëm tralltari apo ai që e mohon vetë vektën nuk e don gjuhën shqipe. Nuk mundesh mos me dasht. Pra, nëse e don gjuhën shqipe, kjo është momenti që na t'ja shtrin dorën vëllezërve dhe motrave tona në Maqedoni, në Tiranë, në Prishtinë për t'i përkrah që të arrijnë qëllimit. Është ruajtja e identitetit tonë shenjt të kombit shqiptar. Unë dua të përforcoj diçka që ju e thatë. Lutem. Kjo nuk duhet bërë mbi baza të një urrëtie. Jo. Tani këtë dua ta përforcoj. Të parët tanë, qindra vjet luftë, si kanë bërë me urrëtie, i kanë bërë me dashuri për vendin. Se urrëtia nuk të mbajnë qindra vjet. Urrëtia të mbajnë gjysmore. Shumë shkurt. Shumë shkurt. Po. Mbas gjysore ty të bie nervat. Dashuria për dikën nuk bi për gjysore. Të zgjat gjithë jetën. Ndërsa nervat, je me nerva, ikin nervat. Pa nuk duhet përdorur si një moment nervash, si një moment nevrikosie protesta. Absolutisht jo. Kjo bëhet për disa arsye. Në radhë të parë, kush ka urrëtie, është skllav i urrëties. Urrëtia të sklavizon. Dhe ne nuk do të bëhemi sklever, sepse ne po luftojmë për liri. Dhe bëhemi hipokrit pasaj, bëhemi dhe kontradiktor, të dalim themi që ne si sklever të urrëties po luftojmë për liri. Nuk bën kuptim. Ne do luftojmë për lirinë e gjuhës tonë. Liria e gjuhës tonë nuk bëhet duke qenë skllav i urrëties. Arsyeja dytë, bëhemi të kontrollueshëm. Ai që ka urrëtie kontrollohet, sepse bie pre e provokimeve. Ai që është i mbutur me urrëtie, i mbushur me mllef, është i gatshëm të reagojë në çdo lloj mënyre, pa menduar. Dhe të huaj do na provokojnë dhe do të nxjerrin situatën sikur kemi qenë ne të qind. Dhe këtë punë do ta bëjnë më së miri për sa kohë ne do kishim urrëtie. Pra po ta kemi urrëtien do na kontrollojnë shumë kollaj. Por duke pas dashuri për vendin nuk na kontrollojnë dot. Sepse ne themi në mënyrë të hapur që kemi një interes tonin kombëtar. Ky është interesi jonë se ky është vendi jonë, prandaj. Edhe pik. Dhe është përplasje i interesit tonë kombëtar për të zhvilluar komunitetin ton atje. Madje edhe retorika le të jetë kështu. Le të jetë kaq e thjeshtë. Të jetë një retorik, ore kemi një komunitet atje. Duam të zhvillohet ekonomikisht, duam të zhvillohet në mënyrë sociale, duam të zhvillohet në mënyrë kulturore, duam të zhvillohet në shumë çka tjetër. Dhe prandaj ja mbrojmë të drejtat. Janë vëllezërit dhe motrat tona. Është një pjesë e jona. Dhe për këtë arsye duam që ai komunitet të zhvillohet. Kaq. Nuk kemi asgjë me askënd. Duam që ai komunitet të zhvillohet. Hiqi maqedoncit vër afrikan. Njësoj do mbetet, vër italian, vër gjerman. Njësoj do reagojmë. Pse? Se nuk ka rëndësi kush është nga krau tjetër. Ka rëndësi syt nga vetja. Syt nga vetja, çfarë po bëjmë ne? Dhe nëse të huaj do të luajnë pisët, që nuk është hera e parë që ndodh, kanë luajtur pisët. Ne do të kuptojmë që unë kam thënë gjithmonë që ne jemi arkitektët e fatit ton. Pra duhet të shikojmë performancën e lojës ton, jo kush është ekipi kundërshtar. Ekipi kundërshtar do të ndrohet. Sepse ne kemi disa ekipe kundërshtare që vinë në kora të ndryshme. Tani ne nuk e kontrollojmë dot kundërshtarin. Ne kontrollojmë veten ton, ekipin ton. Fusim një skuadër të bashkuar. Një skuadër të bashkuar që ne po vazhdojmë te simbolika e skuadrës, pse se kemi lojtarë shumë të mirë, po kemi ekip të keq. Pra si grup jemi dobët, por si lojtar kemi lojtarë shumë të mirë. Tani puna është ka ardhur koha që në këtë finale që na ka ardhur, të bashkohemi gjithë bashkë ta futbollistët në thonjza dhe ta luajmë të ndeshje për të mirën e fanellës tonë. Ose në fjalët konkrete për të mirën e flamurit dhe gjuhës tonë. Patjetër. Ani thirrja për shoqatat. Unë këtu kam një listë shoqatas shqiptare në Michigan. Lista e shoqatave unë po e bëja kur po vija në studio. Pra nuk e di nëse i kam vënë të gjitha. Unë do të lexoj një listë sepse shpeshherë kur kam bërë thirrje për shoqatat shqiptare në Michigan, thirrja ka shkuar bosh. Se kur thua shoqatat shqiptare në Michigan është shumë e përgjithshme. Dhe askush nuk ndihet në përgjithësi. Ndërsa kur i përmend me emër, ndihet në përgjithësi. Unë do ta them këtë listë, fatkeqësisht patjetër. Po. Unë do ta përmend të listën. Po para se ta përmend listën, do doja një herë e para nëse ju vjen në mendje një grup që unë kam harruar, të ma rikujtoni.
E dyta, nëse ata që na ndjekin vënë re një grup që unë e kam harruar, ftesa ime është për çdo shoqat pa diskutim. Pra edhe nëse unë e harroj, është e ftuar. Nëse është shoqat adetare, nëse është fondacion, nëse është organizat që nuk punon për përfitime personale, por punon për përfitime adetare. E thash edhe në fillim, qoftë plotësisht, qoftë dhe pjesërisht, sepse i fuzë institucionet fetare, që e kanë gjys për gjys, pra kanë edhe interesin fetar dhe interesin adetar. Ndaj, i bëj thirrje të gjithë shoqatave, organizatave, institucioneve, fondacioneve shqiptare në Michigan, që në përkraj të studentëve shqiptar, jo në Maqedoni, po në Ilirid, që po luftojmë për gjuhën që na takon të gjithë ne, jo edhe në Amerikë, po kudo që jemi. Të bashkohemi për të organizuar një, siç e thatë dhe ju, tubim simbolik, një protestë simbolike. Simbolike, nuk ka nevojë të jetë madhështore, simbolike, që të gjenemi pranë moralisht. Dhe do doja të ftoja me emër. Do të ftoj në fillim organizatën studentore, EISO, se vetëm nga ata duhet ta nis. Do të ftoj fondacionin e Gjergj Kastriotit, që është për studentët. Me rëndësi. Do të ftoj me që ju kam këtu miqtë e fishtës në diasporë, patjetër. Ju kam këtu, jeni mik, do ju respektoj, prandaj po ju vot parin. Jemi të gatshëm. Do ftoj, nuk ka kuptim të flas për tjerët, po nuk fola për grupet që janë vdet, Jehonën e Malësisë. Duke vazhduar me Malsinë e Madhe, Kosova, Mirdita, Kasrati, Vatra, shoqata shqiptare e Windsorit, Dukagjini, Kelmendi, Koja, Rapsha, Lazerati dhe çdo lloj shoqate tjetër, besot tek diaspora, një shoqat tjetër, dhe çdo shoqate që mbetet, për t'ju bashkuar kësaj nisme. Pra, ju ftoj me emër dhe e kam me cilin do prej jush, në mënyrë personale me cilin do prej jush të vini për studentët. Dhe kjo nuk është një gjë që do mbetet këtu. Unë do të flas edhe me studentët atje, me organizatorët në saktë. E do ta dinë dhe ata këtë ftesë, dhe ata do jenë duke ju pritur. Pra studentët po ju presin. Jemi komuniteti i shqiptarëve të Amerikës, është shumë e rëndësishme. Duhet t'ja u rikujtojmë vetes. E di pse? Sepse jemi teknikisht, po jemi realisht diaspora shqiptare më e fortë në botë. Absolutisht. Kjo është përgjegjësia jonë. Po kjo vjen me përgjegjësi, nuk vjen me luks. Jo. Dhe me këtë përgjegjësi në mendje duhet kuptojmë kush jemi, për çfarë statusi kemi, dhe pastaj a do të reagojmë. Pra të gjithë shoqatat që do i përmend tani, do i përmend edhe prapë në rrjetet sociale, do i bëj edhe tag të gjithave. Mos thotë ndonjëri nuk e kam parë. Do ta shikojnë këtë gjë. Dhe do ua nis dhe me letër të hapur. Ta dinë dhe njerëzit. Tani të vazhdojmë. Kishit një shprehje të bukur aty nga. Po, e kam me lajin tu, i kisha me dëshuar vetëm nëse mund të plotësoj shprehjen tuaj, sikur se thamë na jem shqiptarët janë njerëz paqdashës. E kanë shpirtin e pas, dashurisë, të respektit. Na jem gjaku i Nans Tereze, i shetës Nans Tereze, gjaku i Gjergj Kastriotit. Gjergj Kastrioti nuk ka urrejt anë miqt, por u ka dalë përpara. Kur a kanë drejta për shqiptare, për tokën shqiptare, Gjergj Kastrioti nuk ka ndaluar. Nans Tereza kur nuk ka mohua kombi shqiptar, ajo ka thënë vet, jam shqiptare me gjak, por në shtësia indiane e detyra tjetër e kishës katolike. Një ndër thënie që mua më ka bind, është edhe thënia e ish ministrës të Shqipërisë, Stiropali, e cila ka një bagazh të jashtëzakonshëm të jurisprudencës dhe të inteligjencës. Ajo thot, ndër tjera, kur një drejt që parashikohet në kushtetutën dhe në ligj, kërkohet në rrugë, atëherë lind nevoja për shumë vëmendje dhe reflektim mbi zbatimin e saj në praktik. Pra kjo është ai mendimi im që na duhet ta mbrojmë këtë çështje, se studentët janë në rrugë. Ato po marshojnë nëpër rrugën e si Tiranës ashtu të Shkupit. Edhe kërkoj, pyetja është pse ata student dalin ose kanë nevojë me dalin në rrugë për me kërkuar një gjë sikur se thotë eks-ministre, që është garantuar në ligj. Pra duhet të na thom ujku duhet me tregu Shkopin se përndryshe të kthen të han.
edhe maqedoncëve kuptoj, mendoj unë, por shkopin e paqës, shkopin e diturisë, mençurisë, shkopin e paciencës, të provojës, të eksperiencës, të dëshirës, me ja tregu që na nuk dorëzohemi. Student shqiptar nuk dorëzohen, është gjaku i rinisë që nuk dorëzohet, as nuk ka si më u dorëzua. Për atë arsye mendoj që thirrja juaj, zotni Mene, thirrja juaj shoqatave është e drejtë. Unë nuk po i përmes të gjitha, por e di që shumica për të në shoqatave ka mu përgjegjë, me i kontaktua edhe institucionet fetare, si ato të katolike, si ato ortodokse, si të qendrë islamike dhe të TQS Bektasjane, me kërkua edhe ndihmë për tyne që të bëjmë një organizim pasor, simbolik, kisha me thonë me shumë domethënie shpirtënore, kombëtare, që kjo iniciativë mos të ndalohet, po të dalë fituse, se është e drejtë. Është gjuha, është shpirti, është identiteti, është e drejta, është ekzistenca në pyetje. Pra të arsye se, sikur se thash dhe në fillim, kur advokatët e 50 viteve prej tash, ose 100 viteve dhe gjyqtarët shqiptarë në Maqedoni, të jenë shqiptarë të vërtet me provime në gjuhën shqipe, ata kanë me mbrojt gjuhën shqipe, edhe në gjykimet, në relacionet e mbrojtjet të një sikur profesional. Pra kjo është një drejtë e pamohueshme dhe asnjë fuqi dhe asnjë iniciativë anëmisore nuk mund ta ndaloj, as mos e ndaloft. Më pëlqeu shumë kjo dhe me që më përmenda institucionet shqiptare, kam një gjë ku dua të ndalem. Ambasadorin e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, i cili doli në mbrojtje të studentëve shqiptar, i cili gëzon respektin e studentëve shqiptar, jo vetëm kësaj here, po e gëzonte dhe e gëzoi akoma më shumë që i doli në mbrojtje, dhe më pas i mori lajmin që nuk do jetë më ambasador nga Shqipëria. Reagimet dolën patjetër, dhe mbas reagimeve Ministria e Jashtme e Republikës së Shqipërisë tha që nuk po e heqim se mbrojtje studentët, por po e heqim sepse është fazë rotacioni. Tani unë do jap mendimin tim për këtë, ju jepni mendimin tuaj. Po. Mendimin tim kjo është, unë nuk po them që ata e hoqin se mbrojtje studentët. Unë nuk e di pse e hoqën, por kjo është gënjeshtër. Pse është gënjeshtër? Se Ministria e Jashtme e di më mirë se çdo institucion tjetër, e njeh më mirë se çdo institucion tjetër diplomacinë. Dhe kur ti ja thua këtë mesazh në mënyrë publike ambasadorit tënd në mes të një kauze të tillë, e ilegjitimon ambasadorin. Dhe ky ambasador nuk ka më pesh në qeverinë maqedonase. Qeveria maqedonase u ankua për të. Dhe kur ajo ankohet për të, ti në vend ta rregullosh situatën, i thua, "Nëse do ta heqim atë." Pra me fjalë të tjera, Po. çfarë mesazhi diplomatik e dhën këtu për Maqedoninë, ke dhënë që ti bën shumë mirë që ja u bën këtyre kështu. Ata për hatrit maqedonëve. Se ta bëj Ministria e Bujqësisë në rregull. Po e bën Ministria e Jashtme. Pra merret me komunikimin diplomatik. Dhe tani e të mërshme kur e dëgjova me Vlan Ademi, një nga studentët që po e organizojnë, po thoshte për News 24. Kemi mbledhur firma dhe peticione për të mbajtur ambasadorin. Pra ty po të mblidhen studentët shqiptarë në Maqedoni dhe po mbledhin firma, pra po lodhen, po dalin, po mbledhin firma, po organizohen që të mbash ti ambasadorin. Ti e ke për detyrë ti thuash, a e doni mor ta mbani me që është kjo situatë, me që ju ka hapur derën. Jo, ata të mbledhin firma. Pra ata kanë 1 milion halle, kanë presionet, u ndaluan që i mbajtën për në Serbi, kanë dhunën me policë, me kërcënime që sigurisht janë, kanë 1 milion probleme dhe duhet mbledh kanë dhe firma se Shqipëria do u heqë ambasadorin. Kjo është e tmerrshme. E tmerrshme. Dhe më e tmerrshme është që del dhe u thua, nuk po heqim për atë, jo, mos keni merak, po ka ardhur koha rotacionit. Shikjo, a ban me ta dhënë përgjigjen çka mendoj unë? Ma jep. Se e kuptova mirë. Tërheqja e ambasadorit Shqipërisë në Maqedoni është një dështim fatal.
flagrant shkeljes të drejtave të një njeriu që ka luftuar dhe lufton për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, është dështim i diplomacisë shqiptare në përgjithësi, por është pasqyra e vërtet e qeverisë të korruptuar, të shitun. Ata e kanë bërë ambasadorin Kurban, e kanë përri në thomë në qafë. E kanë përri në qafë ambasadorin për mja bërë darsmën Macedonëve, mja bërë shefin, për ndryshej, sikur se ju e theksuat, ata do të ishin në konflikt me shumë pyetje tjera, tregtisë, të ministrisë të brendshme të jashtme, marrëdhënieve turistike, ata dinë mu hakmarë. Por, pa tjetër, kjo është rezultat i korrupsionit në zemër, si i thomë na, të qeverisë shqiptare në krye me Edi Ramën, se përndryshej ata nuk e kishin tërhek dhe nuk e kishin mulua me gnieshtra se po bojnë rotacion. Kur farë rotacioni s'ka qenë, por ka qenë mja plesu dëshiren Maqedonasve, shovinistëve, se në figurën në ambasadorit kanë pa një anmik, i cili të për të drejtat e atyne që Maqedonët nuk i duan. Pra ata dhe janë në rrugën protesta. Në rrugën protesta. Dhe me që jemi në diasporë, të kujtoj pak si u quajtën këta shqiptarët në samitin e diasporës. Pra në samitin e diasporës u folë për shqiptarët e trevave. Unë nuk e kuptoj që pun kanë shqiptarët, e kam thënë dhe më parë, po do vazhdu ta them, edhe po më rëzitën disa veta, unë do vazhdu ta them. Që pun kanë shqiptarët e trevave në samitin e diasporës. Ata nuk janë diasporë. Diasporën, ti, i detyrimet që ke ndaj diasporës, këta e kam thënë dhe do vazhdu ta them. Po marrë shembull juve. Ju jeni këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse juve ju ndodh një krim, kush e ka përgjegjësinë? Amerika. Nëse juve ju ndodh një problem tjetër me biznesin, me punën, kush e ka përgjegjësinë? E ka Amerika. Edhe përgjegjësia që ka shteti shqiptar është të të ofrojë një konsullat për disa dokumenta, të mbrojë disa të drejta themelore të kulturës dhe vetëm kaq. Pra peshorja është e bazuar me shtetin ku ti jeton, pa ka Shqipëria. Këta nuk janë diasporë, sepse nëse këta preken në bizneset e tyre, duhet reagoj dhe shteti shqiptar, jo më siç ishte rasti juaj dhe imi, duhet reagoj. Nëse këta preken në jetët e tyre, duhet reagoj dhe shteti shqiptar. Nëse këta preken në politik, u vidhen votat, u manipulojnë çdo gjë që mund të ndodhi, duhet reagoj dhe shteti shqiptar. Pra ti kur i fut këta në vazon e emigrantëve, ti detyrimisht ke hequr përgjegjësitë e tua shtesë që ke për shqiptarët e trevave dhe i ke vrarë si komunitete, se i ke qytur emigrant. Ata nuk kanë lëviz nga tokat e tyre. Si janë emigrant ata? Ata kanë kohën ato toka, kanë qenë të parët dhe vinë këta sot i quajnë emigrant. I quajnë emigrant këta, ata të tjerët i quajnë kosovar. Janë autokton të popullit. Pra ky është një mesazh dhe prap në këtë mbledhje ishte ministri i jashtëm. Domethënë këta tani këta ose kanë nevojë për leksione, po që nuk e besoj se është ky problemi. Unë besoj problemin që thatë ju, që këto gjëra bëhen qëllimisht, pra janë neglizhenca të qëllimshme, sepse këto kauza nuk kanë interese personale politike. Pse? Se këta nuk ta japin votën në Shqipëri. S'votojnë për ty këta. No. As nuk bëhen dot patronazhist, as nuk i jep dot vend pune, as nuk i kërcënon dot me vend e punës, se s'ja u ka dhënë ti, s'ke se t'ja u marrësh. As këtyre as miqve këtyre. Dhe kështu ty të dalin nga ajo e politikës. Është pak a shumë, pra po të bëjmë një paralelizëm, si diaspora para se të ekzistonte vota e diasporës. Shteti nuk pyeste shumë. Sot ka filluar pyet më shumë. Thotë si jeni mirë thotë? Ju në Amerikë ndjeni mirë mirëmëngjes sot shteti. Tani ne japim votën atje. Tani ka filluar zgjuar shteti. Ta nuk e japin, nuk është zgjuar. Kosova nga krau tjetër. Kosova është e zënë, kur ti ishte zënë me zgjedhjet. Si të merret Kurti me protestat e studentëve, është i zënë me zgjedhjet. Kurti dhe opozita janë gjithë zënë me zgjedhjet. Kosova po kalon zgjedhje mbas zgjedhjesh. Po prap mua nuk më bën sens as ky justifikim. Pse? Sepse nëse ti je në zgjedhje, në gjykimin tim, me sa e njohun politikën, është një arsye më shumë se duhet dalësh ti për krahësh, se je në zgjedhje për krah për reputacionin tënd. Ti nuk i përkrah se je i zënë me zgjedhjet. Këto unë nuk i perceptoj dot. Këto më duken të ulta dhe nuk më duket vetëm që janë gënjeshtra për ta mbyllur, por më duken që janë gënjeshtra
të lira, janë cheap, janë manovra të lira, ekzistojnë manovra më të zgjuara. Këto janë kështu, këto janë grada zh. Vjen shumë keq për shtetet tona. Çfarë thirrje mund i bëjmë shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës, jo për këta, në parim për shqiptarët e trevave, për të drejtat e tyre? Shikjo edhe një herë, duhet ta kuptojsh se folëm edhe privatisht, jashtë kamerës, duhet ta kuptosh realitetin, ti i ri, keni përvojë madhe intelektuale dhe edukatës akademike, por realiteti politik dhe shoqëror është krejtësisht i ndryshëm. Për mos me zgjat rreth çështjeve të votimeve, të pranimeve, të trajtimeve, nëse e shikjon nëpërmjet të prizmës të George Soros, të njeriu më të korruptuar botës, i cili është munduar të korruptuesit. Po, korruptuesi numero 1, numër 1. Nëse shikjon nëpërmjet asaj prizme, atëherë shumë gjëra të bëhen shumë më të qarta dhe më të kuptueshme dhe duhet me ndalua për me e pas një kontrastrategji se si me ju përvu këtij idealistit të çmendur dhe klyshve ti, atë janë të mundu me shkatru Amerikën, e jo ma Shqipnin, Maqedonin, Malinezi dhe vestet tjera ku parja e kthen cevin me shkua të përpjete, jo ka shkon. Pra, është nevojshme na, si kur thajmë edhe përpara, na shqiptarët, sidomos të edukuar, të ata që janë në arsim, ata që janë në marrëdhënie shoqërore politike, ta kuptojmë realitetin, mos jetojmë në ëndra, mos jetojmë në vizione që nuk ekzistojnë. E të padrejtat janë aktuale, janë aty, është realitet dhe mendoj unë faleminderes rinisë shqiptare, shokëve tu, ato të padrejta një nga një do të konfrontohen heret avon, jo në jetën time, me siguri do të kalojnë 50 vjetë, por e drejta e diasporës, ose njerëzve thojza diasporë, unë malsi nuk jam diasporë. Absolutisht. Unë jam autokton, i lindu në Trabojnë, jam krenar. Ska shtet malazes që mundet me më mohua. Ashtu jeni edhe ju në vendin tanë, ashtu janë ata të shqiptarët e Maqedonisë nuk janë pakicë. Ata janë njerëz autokton, ata kanë lindë aty, gjysh e 4 gjysh i kanë lindë, e kanë vdekë, kanë jetuar në ato vise. Për atë arsye, politika e tynet, pra po them, e influencuar dhe e paguar prej George Soros dhe kryeshve tina serbo-rus, mundohen që shpirtin shqiptar në një mënyrë a një tjetër të degradojnë, të mohojnë, në fundit mendojnë që ata mund të edhe të anihilojnë. Se kur t'ja mërsh drejtën e gjunks, drejtën e flamurit, drejtën e veshës kombëtare, drejtën e adeteve kombëtare, atë t'je kesh duka dhe kombin. Atë s'ka ma shqiptar, a s'ka ma shqipni. Pra të arsye unë jam i bindun se realitetit do të shëndroj, faleminderes fuqisë dhe gjakut vlus që e ka rinia shqiptare edhe në vendlindje, edhe në diasporë. Të falenderoj shumë për fjalët e bukura. Dua vetëm një gjë, një fakt ta përmendim sepse ja rrugam, është vetëm një tek fakt, nuk do marrë shumë kohë, është që kur flasim kur bëjmë ato balancat për dëmet potenciale për shtetin Maqedonas për këto që po ndodh, nuk do të marrim vetëm numrin e shqiptarëve, pra sa shqiptarë kemi, po duhet mos harrojmë që numri i mbetur nuk është Maqedonas. Exactly. Është grek, bullgar, Maqedonas, është pra po ti marrim edhe shumë përzierje tjera, po ti marrim vetëm Maqedonasit, krahasuar me gjithë të tjerët, janë ata pakic në vend e tyre. Goja e plot. Është realitet. Shifrat. Nuk është mirë për ta, nuk është mirë për ta. Statistikë. Do ishte më mirë për ta të ishin më shumë, po nuk janë. Dhe nuk po flasim për diçka që është aty rrot më rrot, 1%, 2%. Po flasim që janë vërtet minoritet në atë shtet. Dhe për këtë arsye është mirë për ta. Tani flas për të mirën e tyre. Mos i bëjnë këto gjëra. Mos i ndisin këto gjëra. Tani
Ju thatë rrymat e jashtme. Që jap edhe një koment me që ma thatë dhe pastaj nëse keni diçka për të shtuar e shtojmë, nëse nuk kemi, mund ta mbyllim. Në bazë sa informacion kam unë. I referohem si është paraqitur edhe nga tek libri i Lush Culaj për shtetëformim dhe diplomaci, historia e Ballkanit. Rrallë herë unë pres që gjëra të tilla të jenë të nxitura nga maqedonësit apo nga shqiptarët. Rrallë herë. Konfliktet ndodhin në mënyrë kaq të pastër. Gjithmonë është diçka totalisht tjetër, e cila thot tani më intereson që këta të përplasen. Aktivizohen. Po. Tani më intereson që mos përplasen. Çaktivizohen. Dhe kjo leva e aktivizimit dhe çaktivizimit funksionon mbi atë që ne e përmendëm pak më parë, urrëtia. Kur ka urrëtie, aktivizohen këto. Pse? Se aktivizohen nacionalistët të Maqedonas, aktivizohet me levë urrëtia, se u leverdis disa personave më elitar, që nuk janë as Maqedonas as shqiptar. E aktivizojnë dhe e çaktivizojnë duke zbutur prapë këtë urrëtien. Ndërsa dashuria funksionon ndryshe. E përjetshme. E përjetshme dhe e pavarur. E pavarur. Një koment të fundit kisha më thonë faleminderit që jam kënaq në bisedën tuaj. Mendoj që po jam i bindur edhe e them publikisht qeveria maqedone o maqedonase duhet ta kuptojë një herë për gjithmonë se faktori shqiptar është esencial për ekzistencën e tyre sikur qeveri, sikur se theksuat edhe juve nërmjet segmentit bulgar, rumun, serb, malazez, rom, ata gati pothuaj kishin mu shkri drejt për drejtit. Por t'i lëm statistikat në anet, kisha me këshilluar qeverinë e Maqedonisë që ta mbajnë ligjin, të respektojnë kushtetutën, të jetojnë bazuar në principet që ata i kanë pranuar edhe në parlamentin e tyre, edhe në shoqërinë e tyre, të respektojnë shumë gjuhësinë, nuk ka vetëm gjuha shqipe në pyetje. Absolutisht. Është edhe, domethënë, edhe pakicave tjera, se edhe mos tuten. Unë pra them, unë jam me shpirtin naslereze, gjithkuja duhet mirën. Por drejtën time mas ma shkel, se kom të tregua se e gabim. Janë gabim Maqedonasit me mohua gjuhën shqipe. Pse nëse e mohon gjuhën shqipe, popullit o segmentit shqiptar, ti e ke zvoglua qeverinë tane, vlerën internacionale, fuqinë morale, fuqinë shpirtërore. Pra, na thonë malësit, mos të kanë plasë sënt, mos i e verbt, kuptoje realitetin dhe përqafoje gjuhën shqipe, le të përdorin segmenti shqiptar, mos e mësot i gjuhën shqipe, se të pengon, po i ata që janë me gjak shqiptar, lajoja se edhe qeveria maqedonase do t'jetë ma fort, ma respektushme, ma prosperuse, ma me përparim në çdo pikpamje, për pa konflikte, pra në sikur se thatë edhe ju vetë, me i ikë urrëties e me përqafu dashurinë. Absolutisht, nuk çohen shqiptarët pa i ngacmuar. Asnjë popull nuk çohet pa i ngacmuar. No, bravo. Nuk çohemi ne, nuk çohemi ne nga historia e tokave, nga Shqipëria e Madhe. Sepse Shqipëria e Madhe, siç është sot, ishte edhe para një muaji. Po si ishim çuar. E njëjta. Dhe Kosova nuk u çua nga ideja e Shqipërisë së Madhe. No. U provokua dhe plasi. Pse duhet ta plasin edhe këta? Se është për dëmin e tyre. Është, siç e thatë ju, ndikon në peshën gjeopolitike, gjeoekonomike të Maqedonisë. Sa vlen Maqedonia? I kesh një copë. Se këta kanë, se ajo copa përfshin kapitalin ekonomik, burimet njerëzore dhe shumë shka tjetër. Edhe këto protesta kanë një dëm ekonomik, që paguhet nga taksa paguesit edhe Maqedon. Se paguajnë ata për këtë policinë që del këtu. Po si jo? Po pse do paguaj ai për këtë policinë se qeveria ka qef të gricet? Pse? Mund t'i çojë te shëndetësia, e të shëroj dhe shqiptarin edhe maqedonasin. Po jo, e çonte policia në këtë rast. E çonte bllokimi i rrugëve, e çonte gjithçka tjetër, për dëme që i kanë nxitur vet. Pra është e dëmshme për çdo taksa pagues të Maqedonisë. Sigurisht ata nuk e marrin vesh, se unë po e them shqip, po maqedonisht nuk di. Tani, as s'ke nevojë me ditë. Dhe as kam nevojë me ditë. Këtu kemi ardhur në Amerikë, anglisht janë na duhet, do ta mësojmë, po maqedonisht nuk na duhet. Keni një gjë apo ta mbyllim? Më u thon anglisht
Maqedonave se you better respect the Albanians, otherwise you are going to pay the price. Absolutisht. Respektoj shqiptarët se nëse Bushiku Pilset të mirët ju që i një gjallë. Absolutisht. Lajmi i fundit është unë propagoj edhe jam proponues i paqes, i dashurisë, i respektit, i bashkjetimit. Nuk ka mundësi me dalë prej Ballkanit për me shku dikun në Anadolia, me shku në Abisini. Aty kem lind, aty kanë lind edhe ata. Po. Nëse ne i respektojmë të drejtat e një tjetrit dhe duam një tjetrin në mënyrën sinqert, atëherë jetesa do të jetë shumë më e bukur edhe për gjeneratat e ardhshme. E thash Zotë që të mbretëroj paqja, dashuria edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, edhe kudo që janë shqiptarët. Të falenderit. Të falenderoj shumë që pranove ftesën, të falenderoj që ishe me mua këtu dhe biseduam qoftë për një këndvështrim diplomatik, qoftë për këndvështrimin e brendshëm psikologjik të reagimit të një pjesë të konsiderueshme të popullit atje, qoftë për rolin e institucioneve të shtetit shqiptar të Kosovës, por edhe të vetë Maqedonisë, qoftë edhe për si ky konflikt është ndritur dhe si ne shpresojmë që ta aspirohet, edhe qoftë edhe e fundit po jo nga rëndësia peshën e reagimit të grupeve shqiptare në Michigan, por dhe shqiptarët në çdo vend të botës ku e flasin gjuhën e tyre, të cilën ata studentë po e mbrojnë në tokat ku janë autokton. Jemi gati të reagojmë. Falenderoj shumë, falenderoj edhe ata që na ndoqën, mbi të gjitha, se pa ata që na ndjekin nuk do ta kishim bërë të mundur këtë emision. Është merita e tyre që bëjmë këtë dhe shumë gjëra tjera dhe që ekzistojnë shumë iniciativa shqiptare këtu. Pse jo, edhe më shumë, sa më shumë, aq më mirë është e mira, e të gjithëve është e mira e përbashkët. Falenderoj shumë televizionistët që na ndoqën dhe shqiptare në çdo vend të botës. Ishte emisioni Qëndrim nga unë Tedi Mena për ACTV USA. Shikohemi sërish javën e ardhshme, reagoni sepse është për të mirën tuaj. Faleminderit dhe një herë natë më mirë.